Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi i premte 9 maj 2025. Dashi. Është një ditë interesante dhe e vlefshme. Më i forti mund të provojë eksperimente të reja, punë të reja dhe dashuri. Demi. Kini kujdes gjithashtu për shpërqendrimet, mbase kur ato ju japin ndryshime ose merren me para. Është e dobishme në këtë periudhë të shikosh të ardhmen me optimizëm, të mos tregohesh shumë i ashpër me të gjithë. Binjaket. Jepni hapësirë njerëzve që ju interesojnë. Në punë, mos e lini të sigurtin për të pasigurtin. Gaforja. Ata që duan të fillojnë një punë, të vazhdojnë një biznes ose të përfundojnë një provim apo edhe të bëjnë një zgjedhje dashurie, duhet të jenë të zënë. Jepini vetes një pushim mendor dhe fizik. Nëse mundeni, përpiquni të devijoni sa herë që është e mundur. Luani. Në këtë ditë ju mund të ngrini zërin tuaj ose të vendosni dikë në rresht. Në familje për shkak të punës apo pasigurive praktike mungon dashuria ose flasim më pak për gjëra më të rëndësishme. Gjeni një lidhje të përbashkët. Virgjëresha. Ka ardhur koha të flasim për dashurinë, një temë shpesh e vështirë për të lindurit e shenjës që shpesh pyesin shumë pse. Nëse një dashuri lind ose mbaron, nuk ka domosdoshmërisht një shpjegim. Peshorja. Tani duhet të përpiqemi të merremi me dashuri, një misi mund të bëhet diçka më shumë. Udhëtimet argëtuese mund të lehtësojnë stresin, ka nevojë për të. Akrepi. Njohuri e madhe. Njerëzit e vetpunësuar mund të fitojnë pak më shumë. Shigjetari. Dashuria nuk është më një referencë e qëndrueshme, edhe nëse e doni shumë një njeri, shpesh jeni të shpërqendruar ose jo shumë të pasionuar, mendoni shumë për punën, tensionet e zhvilluara në punë. Britsjapi. Është e mundur të merrni një konfirmim të mirë. Ka të ngjarë që tashmë ka disa transformime të rëndësishme në vendin e punës. Ujori. Situatë e vlefshme për çdo lloj rikuperimi, si në dashuri ashtu edhe në punë. Ju jeni shumë më të vendosur. Peshqit. Ditë interesante, është e lehtë të gjesh një marrëveshje me ata që janë përreth jush. Favorizoj sferën profesionale. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Së shpejti.